Edoardo Sarçi, biznesmeni italian që prej vitesh ushtronte aktivitetin në Tiranë, është gjetur i pajeti i qelluar me armë zjarri në zonën e Salarit në Tepelen. Policia bën të ditur se ngjarja e rëndë ka ndodhur 30 minuta pas mesnate në vendin e quajtur Dilan, 44 vjeçari i cili administronte një fabrikë tullash në Tiranë, ku edhe jetonte, mësohet se ishte frekuentuesi i rregullt i zonës, ku dilte për gjueti. Edhe këtë fundjavë i shoqëruar nga 4 persona të tjerë, ai shkoi në mal për të gjuajtur, por në rrethana ende të paqarta u gjet në rrugë pa shenja jete nga personat që e shoqëronin. Të 4 personat janë shoqëruar në komisariat dhe po pyeten për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Burimet thonë se policia ka tashmë një person të dyshuar, por ende nuk ka një deklaratë zyrtare për të zbuluar identitetin e tij, llojin e armës me të cilën viktima është shëlluar dhe arsyet që e çuan autorin drejt vrasjes së 44 vjeçarit.